Shikues të nderuar, mirëmbrëma, po rikthehemi në studio për të analizuar një ese apo një projekt shumë të rëndësishëm. Me mua në studio ndodhen ekspertët e estradës, zotri Tom Loshaj, njohës paraprak I hiteve. Mirëmbrëma. Oksh. Zotri Nusret Azemi nga Sindikata e Tekst Shkruesve. Mirëmbrëma. Ciao. Arsim Brovina nga Akademia e Shkencave të Kosovës. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma e nderuara Liberta. Dhe I madh Vedat Gashin nga Shoqëria Civile. Mirëmbrëma. No. Për mos me zgjatë shumë, shkojmë drejt në temë, atëherë për sot Albatrit Muqiqi dhe kënga Qika Qika. Ju faleminderit. Zotri Nusret, filloj me ju. Jo, le të filloj dikush tjetër, s'kisha pas qefën me u etiketu se edhe e kena si nip edhe që le të vazhdoj zotri Loshaj. Jo, që këtu e kemë akademin, orë në akademi vazhdo. Jo, lirisht ju fillani, unë ju kapem gjatë rrugës dikun, sepse edhe si tekst jap gjitha mundësit për me shënu penaltinë te, prandaj lirisht ju fillani ose zoti Gashi që ka urnani I nderuar kur keni mundësi mundeni me fillu. Ja, ju eksperta, ju ishtë dashtë një aqit vull, kështu që vazhdoni lirisht. Akademi ka. Po, dakor, atëre I nderuar, kur doni mundeni me. Ja, akademi veç ka po ti ose që urdhna, vazhdo ti, në 4-5 fjallë, thuj. Jo, jeni musafir të me, kështu që urdhmani. Po, falë se më na, po kena qef, hajde, jepeni mendim në po insistojmë, ju lutem. Okej, faleminderit shumë. Atëherë, kënga nis kështu. Nuk kam pas pare me thas, nuk jam rritur unë me mjalt, ani gajle s'ka. Nuk jam rrit me shërbet, o jomël unë jom vet, ani, veç ma I mirë jam ba. S'kem qare edhe njëherë, fa dojë. Po, do. Urdhnoni. Po, masi veç përshë që po hezitojnë kolegë me full, e kësha marrë fjallën unë, se edhe nuk e kena si nip stash më kujtu. Nuk e kena nip. Konga Albatritit vogël është një kongë që ka fillim, ka zhvillim,
më kry skryet kur, është 500 vjetë kongë. Menoj që në këtë kongë tekst shkruesi ja ka huq shumë, dhe t'ja mundësi shumë penaltia me shënu që është dhe Penalti, kolegu. Menoj që tekst shkruesi në këtë kongë ja ka huq edhe ose së kona të heq, kër e ka shkrujt, po menoj që ja ka huq shumë këto vargje që i ka thurë. Se ju e dini që fukara të lumtur nuk ka, apo? Që ka thët tekstit, dhe me thonë, nuk kam pas pare me thas, nuk jam rritur me mjallë, tani ani gale s'ka, unë nuk jam rrit me shërbet, o jamel, unë jam vet, ani, veç ma i mirë jam ba. Dhe me thonë, me ta këput shpirtin, unë nuk kam pas të pare me thas. Kjo fjali hahet diqysh. Pa din se, ade, ja huq, atë s'ka gale. A mon fjalin tjetër, dhe me thonë, është qa që ja huq është si me qitë për dytës në gjashtën, edhe nja gryn me njaqin. Qa që ka thët në fjalin e dytë? Thët, he qika, hej, unë jam fukara, he qika, hej, ma i miri për se vda, he qika, hej, pasanik, besnik nuk ka, he qika, hej, merre djalin fukara. Cili bab i thët shikës vetë, që ku e ki fukaron, merre shtenja guhen dhe në zorqore. Këto se besoj. Jo, unë për vete jo. Ja, më nësë farë, aso nësi kësha thonë kur, qëre, se me martu një fukara, i bjenë si mja martu krejtë rëbë të shpisë. Se dha i tipi aty ka babe, ka nane, ku banja, ku rehabilitimi, ku mjeku, që gjdo e dyta në Kosovë, ti e ki në banjë. Ti nuk ki në Kosovë që është në 600.000 kalume. A ki, ja më nëshme gjithë, s'ki. Krejti ki shtyme në mosh. U gut pa këtë djali me këtë tekst, po për shka jemi na këtu, kur ka bën dikush, do me thonë na jemi këtu për me përmisu edhe me bo dobi. Një deklarat e tillë të çon në një rrugë pa kthim. Martoje fukaran. Unë një gjatë e tillë nuk e kisha propozu as armikut. Unë menaj që këto gjona do të më kthy në praktik në përmes imaginatës. E keni parasysh. Një djallë fukare, mësë si batit. Vendos me dalë me një qikë në darkë, edhe ketë me veti i ka 3 bona. Kësi bona të menze studentve. Qka me bo me ta? Ka mi shkyja ta bone. Ma shkan atë, kamareri a hop derën. Ordinani zot një, falame, më ta marrë jaknën, këqysh mi a dhonë që e ka të shky me krejt. Ja se për maj që është dhe, si të hinë dhe më dhonë shijet që nuk jenë shajet e mira. Ullet atë, shkan të 3 kamarer me violin. Ordinani, qka jeni për me darku, menyjat. Kjo e ka 5 kjellë dhe pështjellat meny, qysh mi a bo që s'ka cent barë dhe gëzume. Ko i hahet në fakt, ka në pozitë keqe. Dhe më thonë, njeri kur s'ka pare, është në pozicion të keqe dhe unë si a dëshiraj armikut. Po, edhe që ma ngacmove imaginatën me atë shembullin, qka është ma keqja ky djali, insistën që edhe e qika me marrë diçka nej salat, diçka maleta, din kështë me demek më stranuhëm. E vërtet është këtë qa pëthu, fix. Për dalim pe këtyne që kanë pare, do më thonë këta, pare kanë, po vaktë me dalë ndreka, ndarka nuk kanë. Ja vojnë pare të kash, dilni, bëni qka dëni. Po prandaj nuk deshta mik me nisë në fillim unë këtë temë, sepse nuk deshta këngëtarit me jap mundësi që të preket. Për shembull thot teksti, hej qika, pasanik besnik nuk ka. Çka duhet besnikëria kur të narthin kam ndimnit? Me ndër me thonë para jush, çka duhet besnikëria kur bëthën e kin ledin? Ajo nerth. Prandaj, mendoj që në rastet të caktuara, nuk është mirë që të merren shembull të tillë, sepse i bie që shoqja jote shkon në shkollë me Range Rover, ndërsa ti i hyp nishit në autobus. Tani në autobus aty a ki vena s'ki, a dhe me prit në kom. Lidhen gjana. Po, kur prit në kom, pastaj ti të prit në kom ontohesh. Kur ontohesh, dush me hongër buk. E për me hongër buk dush me pas pare, në asë një formë nuk të konvenon fukarallah. Mu po më vjen mirë që ma në fund po më fani qysh duhet, edhe pse sigur autorit kishtë thonë, martoje pasanikun, po besoj që ishit pajtu ju, se i një, është umësova me juve. Po nuk ka problemi aty, problemi është që autori si autor, ose qka din me pjellë për një kongës, po foli si zhanër, si koncept, si muzikë. Këtu e kam problemin unë.
Unë nga njëherë po mendoj që dikush ju ka paguar juve që t'japni deklarata tilla. O mutin më hangësh. Dakor. Po më që, po ta thonë trash kështu. Dakor, thua e dakor trosh, dhe nuk mutin është ma. as pak problem se në një farforme kjo tregon nivelin tuaj kulturor. Hec kur far kulturës ka thënë, o zotni, unë jam të thonë që nuk bën që një shembull banal po të jap. Nuk bën mu dhin rrugë e ti tash pa shiko se ka mujt majën e mutit më janë nxjerr pak më mirë. Mos ushtri se pethencat ka rigmik. Po, vetëm pak. Jo, nuk thejet, I kemi marrë në mobile dekor, janë të mira. Ja, në rregull. Shtriu. E po mirë. Albatriti është këngëtar I ri edhe menoj që me një kërkim falje në Facebook, këtë kjo harrohet, që kom thonë edhe në disa emisione tjera, bima e re e qëtë vjetën. Kështu që kalon edhe kjo. Që, veç një shembull, që ka thot tjetër këtu. Zemrën plot e gjepin bosh djali I ri bukurash. Zemrën plot e gjepin bosh, kjo është rren e kullume. Gjepin bosh e djali I ri bukurash, edhe kjo është rren, se ti me një herë kupton, dhe më thonë që si e bukurash, si nuk ti po. A dhe në vete nina to. Po nejse u gut pak I djali, edhe I ka rrenet për veti, se ky nuk ka po fukara kur me sy. Se me po fukara, atër ndryshe kish full ky. Nuk ka po ky që është fukaras, nuk I shkon menja mu martu, e leje mo me knu. Ja, unë mendoj që në fillim të këngës është dashur me u cek, ose nga këngëtari, pra, ose nga autori, ose nga produksioni, thjesht. Kjo këngë nuk përfaqëson mendimin tim personal apo të produksionit, merreni si test. Për shembull, kështu ndoshta ishte hongër se për ndryshe, cili për ju që është në gjendje me I dhanë bien fukaras. Asnjani. Me qef jo, ata që I ka donë vetë, ajo diçka tjetër në aty s'kemi që ka mundë me bëjë. Po, sepse dikush ndikohet prej këtij teksti. Edhe shkon për shembull qika, shkon te ata të burrit, edhe I merr në qaf ata me fatura, me sene se ajo mësu luks. Në qaf I merr ata. Apo kupton? Me një fjalë, secili duhet me martu akranin e vet. Zotri Gashi, pse kjo energji e keqe kur flasim për estradën tonë? Pse? Nga e veç pak që thot autorit. Qka thët autorive? Qka thët si në tranove? Hajde, qka thët? Po ngoje, tash ko me të lezu. E nëse nuk ka që ashtu, hajde në gjyks por dhëm. Vëmendje I lutem. Hej, qika, hej, unë jam fukara. Po si e bre burr fukara? Veç po du me analizu pak, si e fukara? Edhe nuk e di, çfarë veture vëzit kë këngëtari, autori? Po ju betona që ka 2004 metrë të naltë. Inshallah se ka Peugeot se 2018 se bën rahat. Vazhdo. Nëse s'ka rëndësia, detaj I vogël, Peugeot, çfarë do. Edhe desha me diskutu pak me juve, me Akademinë Nderum. Po më duket pak I çuditshëm. Në si situatë, është pak absurde. Imagjinojeni I jetë të prit në furrë me blibok. Edhe një situatë e tillë vjen dikush edhe hej çika, thër atë çikën. Unë jam fukara, është pak I lujton ky tipi. Po duket pak si Hitchcock, ha? Ki mendim aloje që ashtu të I fry supës. Jo, ha? Okej. Edhe krejt në fund, ndëgjojni çka thot. Hej, qika, hej, unë jam fukara. Vish deshta me shtu. Po kujt për intereson bre, a I fukara jo? Edhe pse po I nënçmoni njerëz që janë fukara? Ka që kisha me thonë? Unë e kam përshtypjen që fjallori më së miri tregon se çfarë niveli keni ju. Absolutisht, ju fyni, jeni cinik, edhe jam tërësisht I bindur që pak me u thellu në shpirtin tuaj, në trurin tuaj, me siguri dalin gjanat e cilat thonë se edhe Skënderbeu pas ka pas gabim. A din cilë është replika jem, sa I përket saj? Urnani Po nderuar. t'ishte gjallë Skënderbeu, ju kish njek shpat derin s'pëdiku, derin Vatikan. Hej, qika, hajde t'i kthejmë pak këngës qika. Emisioni është jemi, unë ju këmë thirë, kështu që palone. Përgjëgjnë ose mos u përgjëgjnë, lakna mos më heni këtu. Si të ta vlerësojmë këtë këngë? Huqje. Në emër të Akademisë së Shkencave, kjo këngë nuk përfaqëson më të mirën e të madhit Albatrit. Albatritit vogël. Menaj që me një kërkim falje në Facebook, më shellet këtë ky kabahat që ka bo djali. Majmon, ti, Zoti Gashi. Zotri Gashi mundet me folë për Oasis, për Blur, Rolling Stones,
Sex Pistols, Çfarë fjalë, Leori? Sex Pistols është emri i bendit. Nuk ka të bëj, nuk shojta kur gjë s'kash. Ja, po ta fjallën për ato Sexy Pistol. Jo, Sexy Pistol, o burr. Sex Pistols. Shumë kjartim që e thonë. E kërkoj falje tërhiqna. Nuk kam që më shtu më shumë. Ja ki që më shtu se si ka pajtohesh me bashkë me kur gjë heq. Prej që i kena orë që tu. Ti, ati që i kam duke është sikur ata këta Shqipnis që u patën që me full mirë për shtetin grek. Qëre, që të ka paguna i kush, tregone o burë, edhe na ta lujna lojën që tu, tregone a mrapa ka merë ta lujna. Amo, për albatritin nuk i nevoj me full kesha, me din. Se kush gjë të kese nuk di për atë djallë. Pos që saj konge. A u kry? Po, shikues të ndëruar kaq kishëm për këtë emision, deri javën tjetër mirëmbëjtje. Mirë jam unë që të. Me Sexy Pistol, me ne ka përru shtë. Mo të këto majmunishe.